Mirë se erdhët në shtëpinë tuaj, zoti Zelenski. Të dashur gazetar dhe I dashur zoti Costa, vendosja e sanksioneve është jetike për ne dhe mbështesim sanksionet e vendosura dje nga presidenti Trump, të cilat janë shumë të rëndësishme. Rusia nuk ka treguar dhe nuk po tregon vullnet për t'i dhënë fund luftës, po është përdit që kopshte, shkolla dhe infrastrukturë civile po sulmohet. Së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, ne duhet të ushtrojmë presion ndaj Putin që ai t'i jap fund armiqësive. Ne vlerësojmë mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe për këtë do të diskutojmë edhe sot. Falenderojmë BE-n për këtë mbështetje. Mendoj se efekti I sanksioneve mbetet për tu parë, por ato janë më të forta dhe paketa e 19 e sanksioneve e BE-s është shumë e fortë dhe ky është një sinjal pozitiv edhe për vendet e tjera të botës që t'i bashkohen sanksioneve për të goditur flotën e fshehtë të Rusisë dhe burimet e tjera të të ardhurave të saj. Armpushimi natyrisht është I mundur dhe mendoj se është gjëja e dur për të gjithë, por për këtë duhet ushtruar një presion më I fortë ndaj Rusisë. Takimi me Trump ishte një takim I gjatë, ne diskutuam hapur për një sër çështjesh, por ka edhe çështje mbi të cilat duhet të punojmë. Nuk mund të them të gjitha detajet, por jam I bindur se së shpejti do të ketë një vendim. Raketat Tomahawk, për shembull, ishin një çështje e rëndësishme. Por sanksionet që dikur ishin të pamendueshme nga presidenti Trump, tani u bën realitet. Prandaj pres një vendimarrje konkrete në të ardhmen, por gjithçka varet nga pala amerikane. E kemi thënë disa herë që ne jemi gati të mbështesim armpushimin dhe çdo format negociatash. Por duhet që këto negociata, këto diskutime të jenë të sinqerta.